Kreu i Shqipëria bëhet Adriatik Lapaj zhvilloi sot një takim me qytetarët e Korçës. Gjatë fjalës së tij, Lapaj tha se Shqipëria ka nevojë të bëhet një vend më demokratik. Ai u shpreh se qytetarët shqiptar duhet të qëndrojnë në vendin e tyre dhe të mos emigrojnë. Lapaj shtoi se Adeu ka nevojë dhe duhet ta bëjmë Shqipërinë demokratike. Ne duam të ndërtojmë një popull të pasur, nuk do taksohet askush se bën 2-3 punë. Taksa do jetë fikse 10%, që qytetarët mos detyrohen të mos deklarojnë pagën reale. Adeu ka nevojë dhe duhet ta bëjmë Shqipërinë demokratike. Ne e çuam përpara votën e diasporës. Ne duhet ligji për referendumet që populli të thotë fjalën e fundit. Duhet të depolitizojmë administratën publike. Tel njëri e thot bufi se çfarë lidhje ka me hallet e njerëzve, Zoti i falt. Programi këtyre është bufi, miu, macja, timoni, qukapiku, por nuk thon asgjë për hallet e njerëzve. Ne do ta çojmë buxhetin për arsimin në 7% të prodhimit të brendshëm bruto. Korrupsioni duhet luftuar nga ata që janë në krye të shtetit. Do ketë after school. Populli duhet qëndrojë këtu. Ne duam të ndërtojmë një popull të pasur. Nuk do taksohet askush se bën 2-3 punë. Taksa do jetë fikse 10%, që qytetarët mos detyrohen të mos deklarojnë pagën reale, ta Lapaj.